Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, këtu ndodhemi në hollin e Pallatit të Kulturës Sadi Halili të qytetit të Librazhdit. Pas pak, do të çelet ekspozita e titulluar Ngjyra pranverore. Le të ndjekim së pari intervistën ekskluzive që dha për emisionin Gjurmët zonja Bardha Limeta, përgjegjëse e Pallatit të Kulturës Sadi Halili të qytetit të Librazhdit. Mirë se t'jetëm këtu në Pallatin e Kulturës Sadi Halili të qytetit të Librazhdit. Të falenderoj Lorenz që ke marrë rrugën nga Tirana për të ardhur dhe për t'i dhënë rëndësinë e dur këtij aktiviteti që në fakt është një nga hera e parë do të thoja që unë kam 3 vite përgjegjëse e Pallatit të Kulturës Sadi Halili dhe këtë aktivitet e vlerësoj shumë sepse është hera e parë që i bëjmë të gjithë piktorët bashkë në një ditë si kjo kaq të bukur, në ditën e Pashkëve, dhe ku më bukur se arti është paqe dhe dashuri, dhe mendoj që ishte një ditë shumë e bukur për ta bërë këtë ekspozitë. Po, Bardha, nuk është hera parë që ju merrni iniciativa të tilla si përgjegjëse e Pallatit të Kulturës së Librazhdit për ekspozita të tilla, apo jo? Po, është një fakt, në fakt është shumë e vërtetë. Unë kam qenë gjithmonë një organizatore e këtyre eventeve artistike, pasi përpara se të isha drejtoreshe e Pallatit të Kulturës, përgjegjëse e Pallatit të Kulturës, të drejtoja artin në këtë pallat kulture, kam qenë kryetare e shoqatës Gruaja Ndryshe e Librazhdit, e cila kishte në fokus art, kulturë, traditë dhe probleme sociale të grave. Nga ajo kohë, duke u marrë me aktivitetet e shoqatës, bëja vazhdimisht aktivitetet që kishin edhe këtë pjesë të artit, traditës, kulturës, dhe sot që jam në Pallatin e Kulturës, e quaj fat që jam këtu, pasi dhe të bësh një aktivitet të tillë, duhet të kesh mbështetjen padyshim të institucioneve, gjë që mua nuk më ka munguar, dhe gjerasin të falenderoj kryetarin e bashkisë, zotin Mari Glendisha, i cili më ka dhënë hapësirën e mundshme që idetë dhe projektet e mia të realizoj, dhe gjithmonë ka qenë mbas edhe shtytës që duhet ta bësh një gjë, më thuaj, vetëm më thuaj dhe fute në program dhe është e mjaftueshme. Por nuk janë mjaftueshme vetëm këto janë një stimul i madh për ju. Është dhe merita juaj që arrini të bëni bashkë disa piktorë dhe disa gjenerata piktorësh, apo jo? Është vërtet. Tani nuk kisha në sensin për të lavdruar punën e çfarë bëjmë ne si institucion bashkia, apo për të bërë elozhe kryetarit bashkisë, por në të vërtetë këto aktivitete nuk mund të bëhen nëse ne nuk jemi bashkë, dhe është shumë e vërtetë që mbështetja e komunitetit e gjithë artistëve, do thoya, ka qenë ajo dashamirësia e tyre për të sjellë pikturat e tyre që e dim, rruga, largësia, distanca, punët e tyre, angazhimet, dhe ata sot kanë preferuar që të jenë këtu me ne, është një nga gjërat që unë vlerësoj dhe të shmoj më shumë. Unë kam pasur si qëllim që arti pamor, qytetin e Librazhdit, cili ka një origjinë të mirë, kemi patur gjithmonë në 2 galeri në kohën e sistemit komunist, kanë qenë 4 piktorë shumë të mirë me emër, të cilët janë padyshim Mari Flushi, Sami Roçi, Çlirim Çollaku, Robert Përmeti, po dhe të tjerë që dolën më pas, Gzim Hidri, Edmond Rira, Arben Kurti, të gjithë që janë sot këtu, sepse që marrin pjesën në të ekspozitë, përfshirë edhe gjeneratën e re, përfshirë edhe vajzat, që për mua është një rëndësi e madhe që në këtë ekspozitë nuk është thjesht një ekspozitë, kjo është një takim artistësh, brezash dhe një frymëzim për të rinj dhe për brezat që do të vinë. Dhe këtë e shikoj të realizuar sot me këto piktura që rrinë bukur njëra me tjetrën, të kundërthuret e vjetra me tren, klasikja me modernën. Pra, unë sot me këtë ekspozitë dua t'i tregoj qytetarëve të Librazhdit dhe dua t'i bëj ata krenar për këta artistë, të cilët në mundësitë e tyre, në mbështetjen ose jo, sepse gjithçka sot është dhe në një farë mënyrë privat, por ata në kushtet që kanë secili nga një studio ku punon dhe sjell të bukuri të vendit, të trashëgimit të bukur qytetit Librazhdit. Pra kjo është shumë e rëndësishme që nëpërmjet artit vjen aq bukur qyteti im, Librazhdi, qyteti jon. Po, faleminderit për këto sqarime. Pikërisht idhemi në pyetje nga aktualiteti, pas pak do të çelet kjo ekspozitë. Ju lutem na tregoni si titullohet kjo ekspozitë, sa piktorë marrin pjesë dhe numri i pikturave që kanë paraqitur këtu. Patjetër, këtu janë rreth 50 punime, piktorët pothuajse kanë sill nga 2, 3, 4 piktura, sepse ka të bëjë dhe me përmasat që ato kanë, dhe janë të gjithë piktorë, siç e shpjegova, që janë nga
gjenerata e re që janë në gjimnas, se ka patur të rinj që kanë hapur këtu ekspozit dhe janë përfshirë në këtë, më shumë edhe siç thash për të frymëzuar dhe për të parë veten se ku ata janë dhe ku do shkojnë. Kjo bëhet për qëllim edukim nëpërmjet. Siç e shikojmë, ekspozita siç ka titullin Ngjyra pranverore, ka sjell pranverë qytetit Librazhit, është vërtet e magjishme. Kjo ekspozitë shërben edhe si hartë turistike për gjithë njerëzit që duan ta vizitojnë Librazhin, ta shohin atë në këto peizazhe të përzgjedhura nga syri i artistëve të cilët e kanë sjellë kaq bukur Librazhin, sa të bën të thuash ky qytet me këtë magji, me këtë bukuri natyrore dhe me këto njerëz kaq të mirë që do të thoja kjo ekspozitë vërtet të ngrej shpirtin e qytetarëve të Librazhit, ngrej bukuritë e vendit tim, ngrej atë vlerën që ka ky qytet, me gjithë këto artistë nuk janë pak, tu janë rreth 50 punime dhe marrin pjesë gati 20 piktorë me punimet e tyre. Këtu në tek ekspozitë që do çelet pas pak. Të gjeneratave të ndryshme, siç e shpjegova, është krenari që në këtë galeri ndodhet autoportreti i piktores Lume Bloshmi, e cila është një krenari për ne dhe dëshira e saj ka qenë që këtu të kishte një galeri edhe e them duke dhe e vërtetuar këtë që ajo ka shprehur kënaqësinë që ta ketë një galeri në qytetin e Librazhit, sepse ajo ka ndjerë gjithmonë që është nga Librazhi dhe pse Lumja ka jetuar në Tiranë dhe ky është një amanet i saj që unë besoj me strukturat, me kryetarin e bashkisë do ta diskutojmë dhe ndoshta në një të ardhme, muzeu që po ndërtohet dhe lart do të ketë një galeri, etnografin, luftën dhe galerinë e realizmit socialist, aty do të gjejnë vend dhe pikturat e Lumes dhe ndoshta ajo galeri do të ketë do të marrë emrin e saj. E keni një ide piktores Lume Bloshmi. Kjo është për të diskutuar sepse nuk e vendos unë, por thjesht një amanet të saj duhet ta përcjell. Dhe ajo që mua më ka frymëzuar ishte sepse ky pallat kulture ka qëllim, duke qenë unë përgjegjëse e pallatit kulturës, qëllimi i këtij pallati kulture është të integrojë, të zbusë jetën sociale, të edukojë nëpërmjet artit. Dhe ku më mirë se arti pamore bën këtë? Ku më bukur se sa të edukojmë me art, duke i përfshirë dhe brezat e rinj, duke përfshirë edhe fëmijët, edhe grupmoshat, edhe artistët e mëdhenj, që ata të ndërthurin ato eksperjenca, ato komunikimin mes tyre, të rrisin dhe ta kenë, ta ruajmë këtë. Kjo ditë sot për mua është një ditë e unitetit midis artistëve, që duhet i bëj bashkë artistët, sepse vendi ynë ka shumë plagë sociale, vendi ynë ka shumë probleme sociale, por cila është ajo që e zbut jetën sociale? Është arti, është bukuria e fjalës, bukuria e asaj që ne shikojmë dhe prekim çdo ditë. Nëse nuk do ta pikturojmë kaq bukur, nuk do ta sjellim kaq bukur traditën me art, ajo do zhduket. Nëse nuk do shkruajmë, ajo do zhduket. Nëse nuk do të vi ajo lugina e bukur e Librazhit, e luginës Shkumbinit që ne e dim shumë mirë se si lumenjt po psojnë ato ndryshimet e tyre për shkak të investimeve që bëhen, qoftë edhe të dëmshme, do të thoja vërtet, por kjo lugin është për të adhuruar dhe për të mbrojtur. Pra gjitha këto janë si një dëshmi historike që e ngrejnë, domethënë, qytetin e Librazhit, bukurinë natyrore të Librazhit, por ngrejnë edhe kulturën e Librazhit, sepse të mendosh që një qytet i vogël si Librazhi, pas ka 20 piktorë, që së shpejti do të kenë edhe albumin e tyre, gjë që ndodh për herë të parë, pasi nuk ka qenë një album, se aktualisht ndoshta nuk e kanë menduar ata që kanë qenë më parë që të bëjnë një gjë kaq të rëndësishme, do ta quaja, sepse gjithë këto piktura duhet të jenë në katalog, që të mësojnë brezat e ashëm që në historinë e artit ka patur Librazhi piktor, nuk ndodh sot kjo, nuk e bëri bardha këtë, nuk e bëjmë ne. Kjo është një gjë që duhet ne të shkruajmë çfarë kanë bërë të tjerët, dhe unë asgjë më shumë se çfarë kanë bërë të tjerët nuk po bëj. Po, bardha edhe një pyetje të fundit, ju lutem. Vërtet ne tani shohim që këtu janë arreduar piktura të ndryshme dhe dikush që vjen rastësisht ato me një ekspozitë. Po sa kohë është dashur ju që të organizoni, që të kontaktoni kokë më kokë me këta piktorë, që të përzgjidhni pikturat e duhura? Është shumë e vërtetë të marrësh iniciativë të tillë, domethënë duhet të mendosh dhe për rrezikun që ke, edhe për atë çfarë impakti edhe përgjegjësinë. Por jam me sigur dhe unë kur i hyj diçkaje e marr parasysh të keqen fillimisht dhe mendoj që të bëj gjëra të bukura nuk ka asgjë të keqe dhe kjo më inspiron dhe më bën që të jem e vullnetshëm për ta bërë. Ka qenë
edhe e thjesht dhe e vështirë, sepse komunikimi me artistët është pak i vështirë për shkak të Kur e keni nisur ju gjendjes që bisedat ata e para kanë. për këtë ekspozitë? Dhe unë në mënyrë të vazhdueshme kam bërë ekspozitë. Ardha ime në Pallatin e Kulturës prej 3 vitesh, përgjegjësi e Pallatit të Kulturës, ka bërë që ky pallat, ky hall të kthehet në një galeri. Në pamundësinë për të pasur një galeri të mirë që do të vijë së shpejti, sepse duke treguar ne që e kemi këtë vlerë, atëherë na duhet vërtet një ambient ku të rinë krenare këto piktura, të rinë me dinjitet, sepse ky është vërtet. Edhe ky hall nuk është pa gjë, edhe ky hall ka bukurinë e vet. Ky është një hall shumë i mirë, por në atë që ne kemi sallën e Pallatit të Kulturës tu ka shfaqje, tu gëlon ballja, kënga tradita, koncerte të ndryshme, aktivitete të ndryshme, ndonjëherë je detyruar që ekspozitën nga 3 ditë nga një javë mund ta lësh vetëm 3 ditë ose 2 ditë, sepse do vi një aktivitet tjetër. Dhe është ai meraku i ruajtjes i gjërave. Kështu që këto do kenë një galeri të vetën dhe unë e kam me bindje dhe me bindje që kryetari i bashkisë e ka mbështetur këtë si ide dhe do të ndodh, ndoshta prandaj e përmenda muzeun dhe do të jenë, kjo galeri do të jetë në muzeun që do të ndërtohet së shpejti, që është projekti edhe pritet të marrë rrugë. Ajo, aty pasaj unë mendoj, ja kemi arritur këtë objektiv, pasaj duhet vetëm të pasurohet edhe të ketë pasere diversitetin e vetë. Por, që është e rëndësishme, që ne promovojmë artin pamor, arti që flet pa zë, artin e ngjyrave, artin e vlerës, që është syri, është ai që kap gjithçka fillimisht, dhe unë jam shumë krenare që sot kam bashkuar të gjithë piktorët në këtë eveniment dhe që do të haruam këtë si traditë dhe do të vazhdojmë për të bërë gjërat mira dhe në të ardhmen. Bardha, unë falenderoj sinqerisht për këtë intervistë të parë që zhvilloj me ju dhe nuk do të jetë kjo intervista parë që bëjmë për përpjekjet tuaja për artin shqiptar, por edhe të librazhit dhe të uroj sukseset më teshme. Unë do t'ju falenderoj shumë sepse ju e keni vlerësuar dhe keni ardhur nga Tirana dhe jam shumë mirënjohëse që ky aktivitet do të jetë më i zëshëm fal asaj që ju na mbështetët. Faleminderit shumë. Falenderoj unë. Respekta. Është shumë kënaqësi që jemi këtu sot në ditën e 5 prillit, që është Ditëlindja e Pashkët, por është një kënaqësi shumë e madhe që jemi të gjithë miqtë tanë, artistë, në një vend si Librazhi, kaq i bukur, që ju na e keni sjellë edhe më bukur nëpërmjet pikturave tuaja. Ky takim nuk është se unë s'kam bërë ekspozita dhe është një gjë që se çfarë po bërta. Në fakt, kam emocion sepse këtë aktivitet unë e bëj në bashkëpunim me Bashkimin Librazh, sepse dihet që jam përgjegjëse e Pallatit të Kulturës, dhe kam ato përgjegjësi dhe institucionale. Sikur i kam bërë si bardh, jam kënaqur, kam thënë shumë mirë, s'kam pasur një kritik mbrapa. Tani, dua t'ju falenderoj s'pari artistët që e morën rrugën të lartit, fillimisht që i kanë sjellë piktura nga Tirana, duke vlerësuar kosto materiale e shumë gjëra të tjera. Kjo ekspozitë ka si qëllim që të bëj të gjithë artistët bashkë, sepse artistët unë i shikoj si njerëz të veçantë, që Zoti i përzgjedhur për të bërë gjëra të bukura, për të folur bukur, për të qenë njerëz më të bukur, dhe ata janë në fakt njerëz më të bukur, dhe veç kësaj, artistët për mua janë misionar të paqes. Dhe sot kjo datë 5 prill, vërtet ka shumë paqe dhe dashuri sot në Librazh, pa këtyre njerëzve që na e bën të bukur këtë ditë. Një duar të rokitje për gjithë panelin e artistëve. Unë nuk po zë emër, sepse ta me artin e tyre e kanë bërë emër dhe kush është më i madh apo më i vogël, të gjëra nuk dua të diskutoj, sepse flet vetë puna dhe vepra e tyre, por për mua kanë të gjithë të mëdhenj, sepse kanë treguar një zemër të madhe për të ardhur sot në këtë ditë pushimi, qytetin e Librazhit dhe për t'i dhënë mundësi qytetarëve të Librazhit që të kenë këtë ditë të bukur me ngjyra pranverore, siç dhe ekspozita ka emrin Ngjyra Pranverore. Është sepse Librazhi besoj ka pranvera më të bukur. Këto ma bën të besoj pikturat që kanë sjellë piktorët. Dhe se jo kam thënë gjithmonë një hartë turistike, kush do ta vizitoj Librazhin dhe shikoj peizazhet të piktorëve të Librazhit që kanë sjellë atë me magjinë e ngjyrave, me reliefin e bukur që Librazhi ka, lëvina e shkubinit e tjera nuk e zgjas. Jam shumë krenare që i bëj bashkë piktorët dhe në Librazh vërtet janë 20 piktorë, duke përfshirë edhe këto vajzat e reja që janë e ardhme e qytetit Librazhit. Ky promovim sot ka dashurinë nga që jemi mbledhur ne.
Dhe kjo dashuri unë duhet të bëhet, kam dëshirë të bëhet ritëm pranveror dhe ritëm vjeshtor në qytetin e Librazh. Unë kam hapur disa herë ekspozita në Librazh dhe unë kur vit hap ekspozita Librazh e kam fest shpirtërore time. Gjej rastin të bëj një thirrje kryetarët të bashkisë, se mbase ka pas punë dhe nuk ka qenë momenti për të qenë i pranishëm. Gjej rastin të bëj një thirrje që a ka mundësi ai person dashamirës e artit kam dëgjuar ta ndërshtesë artin e Librazh, sepse ka vlera shumë të mëdha për çlirimin emocional të njerëzve nga këto trazirat e këtyre viteve. Ka vlera t'i bashkoj këto njerëz, t'i dashurojnë më shumë me njëri tjetrin që të kemi progres për një të nesme më të bukur. Ndjem shumë mirë, por ndoshta kam lënë ndonjë mangësi se nuk kisha bërë një ekspozitë shumë më herët në këtë qytet, më komplekse edhe me skulpturën edhe me materialet e përzierë. Por siç e them patë dhe fundosë në konferencë. Shumë po zgjatë Do të them që e kam respektuar moshën barazigjinore, fëmijët, artës, se tash që ne jemi një modeli atyre që do të vinë, që do të bëjnë historinë me të Librazh, në mënyrën me sa shikoj ka shumë interes për artin pamor, shokot e fundit ka pranë shumë vajza të vogla, dhe kjo është edhe atyre po flasin ato ndërkohë janë duke piktuar dhe nuk është ky një trup që e kam përdorur unë. Po thjesht u thash, kush ka dëshira ditë të ditë, e shoh që kanë ardhur dhe janë duke shpërbuar pasi të shikojmë pikturat e këtyre të vegjëlve, artistëve të artshëm. Tani, meqense Adela Krymandi është fitoria më e vogël këtu dhe hapi ekspozitën para një muaji, Adela kaq kemi? Se ti thotë Adela dy fjalë, si e shikon atë artën, si e shikon këtë aktivitet? Çfarë është vite për Adela? Unë falenderoj të gjithë që keni ardhur, që më përshëndesin të gjithë artistët, përveçërisht moshës, dhe do shumë që të gjithë artistët të moshës time, por edhe më përveç të moshës në akoma më shumë. Pari duhet të jetë artist nga zemra, nga shpirti, që atë që artikulon, atë që thot, duhet ta ndjej paka bëj. Nuk është thjesht një telare që thonë gjithçka, sepse ka forma të ndryshme të pikturuarit. Me spërkallë, me strugjerë, me ujë, me laps. Por të jesh artist është problemi si e trajton botën, si e shikon. Në të shprizëm, si duhet ta paraqisësh para publikut. Nuk është vetëm ajo që shikojmë, por është ajo që bëjmë, ajo që japim. Prandaj unë shikoj se këto preza që kanë dhënë për artin e Librazhdit, që me të vërtet e duan vendin e tyre dhe e pasqyrojnë ashtu si është me realitet, me objektivitet. Prandaj ndihem mjaft mirë sot që jam këtu. Dhe i inkurajoja, nuk është thjesht mosha të jesh artist. Edhe pse brezat duhen alternuar me njëri tjetrin. Por është ajo çfarë ndjeni dhe çfarë na jep, si e thua. Ne e shikojmë atë, e vlerësojmë. Por jeni ju ata që na bëni krenar, jeni ju ata që trashëgoni brezat dhe e lini historinë e Librazhdit, të qarkut e Elbasanit dhe mbar Shqipërisë, të cimentuar, që ata që vinë të shikojnë dhe të vlerësojnë të parët e tyre dhe të ecin mbi atë rrugë duke hapur horizonte të reja. Zoti ju bekoft dhe ju dhuroj më të mirat e mundshme, juve dhe ata. Që ne do vazhdojmë ta mbështesim artin, kemi promovuar, kemi ardhur në aktivitete, kemi vlerësuar intelektual, piktor dhe gjithçka që ka arti privat të Librazhdit dhe sigurisht do vazhdojmë të mbështesim dhe të programe. Më ka bërë mirë që shoh piktor si Zini, si Geni, po dikur njoft babajnë zjarët e zonin inxhinier Jan Demo dhe të tjerë aktivistët që jemi sot
mes talentuar, zanën e të rinj që janë e ardhme e qytetit tonë.